Tani nëna do t'ju tregoj çantën e cila është set nga Kiko dhe vjen me çantën e vogël me zinxhira, me xhepa ansor, xhepa mbrapa, me një çantë tjetër më të madhe, të cilën do ta hap dhe do ja tregoj si duket nga brenda. Ky xhepi i madh ansor është xhep me termos, që mund vendosni bibirona. Mund t'jetë një ide shumë e mirë për të vendosur si set materniteti, valizhe materniteti, sepse 2 deri në 3 veshje i vendosim këtu, plus gjërat e mamit këtu, ose vendosim veshjet këtu dhe parafarmaceutika këtu, si të doni ju. Ka dhe atë tip portafoli të vogël që vendoset bibironi, është plap termik, dhe një shtres e tillë e holl e vogël që mendoj mund të përdoret për ndërimin e bebit. Tani do ju hap një set. Se këto i kemi mbushur për të treguar volimin e çantës dhe do ju hap të tjetrën që t'ju tregoj se si janë të organizuar nga brenda. Kjo e vogla është e thjeshtë kështu, e drejtë, pa shumë organizime brenda. E si që thash, ka një xhep këtu në ansore, që mund ta shfrytëzoni për të lënë letrat e lagura, gjërat ndryshme, dhe një xhep me ngjitës këtu në ansor, plus dhe 2 xhepa në të cilën ju mund vendosni bibirona dhe gjërat. Copa e kësaj është shumë e mirë, shumë e plotë. Dhe tjetra që ka gjithashtu një xhep të madh në mbrapa, ka xhepin që u tregova që ishte më tërmues. Atëherë, siç po thoja, pjesa e jashtme me këto xhepat termos. Brenda ka një organizim shumë të thjeshtë, të pa ndarë, kështu që ju mund t'i vendosni si të doni rrobat. Se është xhepi masiv këtu, kështu që këtu mund të vësh edhe rrobat mëdha. Ka një xhep të vogël me zinxhir për ndonjë sen që doni ta ruani në veçmos, dhe xhepat e tjerë ansor për shishe, për letrat lagura. Siç u tregova, është ky termuesi i vogël dhe kjo ndërruesja. Si set, si që shikoni me 4 pjesë, çanta e madhe, çanta e vogël, portofoli termos dhe kjo shtresa si tip fshë ndruese, shkojnë 30.000 lek, edhe dërgesa e shpalas është në gjendje dhe një ngjyrë blu erë, do ja tregoj dhe atë. Faleminderit.